Kanë kaluar mbi 80 vjet kur Gjermania me udhëheqjen e atëhershme ishte bërë frika e shumë popujve. Por tani me rritjen e populizmit në Evropë, me daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian dhe me kërcënimin e Rusisë në kontinent, Angela Merkel shihet gati si e vetmja shpresë për mbrojtjen e vlerave universale perëndimore. Përshëndetje të nderuar shikues, po takohemi në edicionin e ri të ekspozes, këtë herë me lidershipin e zonjës Merkel në fokus. E cilësuar nga presidenti në largimi i Shteteve të Bashkuara Barack Obama si aleate e pashoq, Merkel ka imazhin e një lidereje të matur, pragmatike dhe largpamëse. Merkel, e cila ka udhëhequr Gjermaninë në kohën e disa krizave globale, do të garojë edhe për një mandat në zyrë. Mbështetësit thonë se ajo do të ofrojë stabilitetin shumë të nevojshëm të politikave evropiane, por vetë Merkel ka pranuar se ky është një projekt ambicios. Qëllimi im në politikë është të punoj që ta mbajmë vendin të bashkuar. E di se askush nuk ka monopol mbi të vërtetën. Duam që të argumentojmë me njëri tjetrin si demokrat. Të argumentojmë, jo të urrejmë, jo të degradojmë njerëz apo të izolojmë ata. Merkel është gruaja e parë dhe njëherë është gjermano-lindorja e parë që është zgjedhur kancelare e Gjermanisë në vitin 2005. Nëse fiton më 2017 dhe shërben mandatin e plot, ajo do të jetë për 16 vjet në krye të qeverisë gjermane, njësoj si edhe ish mentori i saj Helmut Kohl. Por populariteti i brendshëm i Merkelit nuk është çfarë ka qenë. Vendimi i saj vitin e kaluar për të hapur kufijtë e Gjermanisë për mbi 1 milion migrant, kryesisht nga zonat e luftës në lindjen e mesme, ka zemruar shumë votues. Por Merkel ka insistuar se edhe Islami i përket Gjermanisë dhe madje ka pezulluar përkohësisht disa rregulla të Bashkimit Evropian për azil kërkuesit. Në kulmin e krizës financiare më 2008 dhe në vitet që kanë pasuar, Merkel është bërë simbol i masave të kursimit. Ajo ka ditur të thotë shpesh jo, ka kundërshtuar propozimet dhe ka refuzuar paketat të ndihmave. Për vendet me borxhe kronike si Greqia, Spanja dhe Italia ka përcaktuar shkurtime të thella buxhetore, derisa shumë udhëheqës evropian kanë marrë fund gjatë kësaj krize, ajo ka lulëzuar. Dhe tani, në kohën kur Evropa po përballet me një konflikt të pazgjitur në Ukrainë dhe me bisedime të vështira për daljen e Britanisë së Madhe nga BE-ja, çështja nëse Merkel do të mbetet lider e ekonomisë më të madhe në Evropë ka ngjallur interesim. Kryeministri i Spanjës Mariano Rajoy ka thënë se stabiliteti i Gjermanisë është i rëndësishëm për Evropën në tërësi. Është thelbësore për Evropën që gjërat të shkojnë mirë në Gjermani, ka thënë ai. Merkel ka kundërshtuar ndërhyrjen e Rusisë në Ukrainë dhe me këtë thuhet se ka parandaluar disa ambicie të Vladimir Putinit. Tani ka frikë se presidenti i zgjedhur i SBA-s Donald Trump do t'i lejojë Putinit të përzihet në Poloni dhe në shtete baltike, dhe shpresat përsëri do të jenë te Merkeli. Fraza lideri i botës së lirë zakonisht përdoret për presidentin e Shteteve të Bashkuara dhe rrallë pa ironi. Jam i prirë të them se udhëheqëse e botës së lirë tani është Angela Merkel, ka shkruar historiani britanik Timothy Garton Ash në gazetën The Guardian. Edhe presidenti Obama ka thënë se po të ishte gjerman, ai do ta mbështeste Merkelin, por Marine Le Pen, udhëheqëse e ekstremit të djathtë në Francë, e cila po përflitet gjithnjë më shumë si presidente e ardhshme e Francës, ka thënë se Merkel është forcë e inercisë. Mendoj se ditët e ideologjisë që mbështet zonja Merkel janë të numëruara, ka thënë Le Pen për kanalin amerikan CNBC. Evropa është e cenueshme dhe nga kërcënimi i militantëve islamik dhe lëkundja e eurozonës nga bankat e Italisë, të cilat janë duke luftuar me një barë të keqe borxhesh. Syt janë ka Merkeli, por nga brenda shtetit ajo sfidohet nga alternativa për Gjermaninë, parti antimigrante dhe anti-islamike. Liderja e kësaj partie, Frojke Petri, ka thënë se policia gjermane, nëse është e nevojshme, duhet të qëllojë mbi migrantët që përpiqen të hyjnë ilegalisht në vend. Me këtë fushat ajo ka rritur popularitetin, ka siguruar deputet në 9 nga 16 parlamentet shtetërore të Gjermanisë.
Merkel vazhdimisht është emëruar si gruaja më e fuqishme në botë nga revista Forbes. Ajo nuk është friksuar nga të qenët zëri vetëm në skenën politike, ndërsa udhëheqja e saj ka ndihmuar që të ndryshohet reputacioni i Gjermanisë nga e kaluara. Shikues të nderuar, në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni më shumë analiza për këtë dhe tema të tjera. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të ekspozes. Duke ju falendëruar për vëmendjen, ju kujtoj se atë mund ta ndiqni çdo të premten në orën 20 edhe në televizionin Dukagjini. Mirupafshim të premten e ardhshme.